Kapitulli nr. 8. Fjalia thelbësore. Shpella në të cilën ke frikë të hysh, mban brenda thesarin që po kërkon. Joseph Campbell. Reflektime mbi artin e të jetuarit. Nëse po përballesh me një frikë, një fobi, sulme paniku apo me mendime obsesive, atëherë e di shumë mirë se si është që të ndjesh i burgosur brenda vetes. Vështirësitë që përjeton brenda, si ankthi vazhdueshëm, emocione të forta, ndjesitë e pakëndshme fizike, mund të duken si një dënim i përjetshëm, edhe pse asnjë gjyq apo asnjë dënim nuk ka ndodhur kurrë. Frika dhe ankthi e zvoglojnë botën tënde, të marrin energjinë edhe e kupizojnë ditën tënde të sotme, ashtu sikurse edhe jetën që ke përpara. Të jetosh kështu, në këtë mënyrë, mund të jetë jashtëzakonisht raskapitëse. Gjetja një rrugdaljeje është më e thjeshtë se sa e mendoni. Ju duhet vetëm të përballeni me një dënim të përjetshëm të llojit tjetër. Fjalinë që përmbledh frikën tuaj më të madhe. Kjo fjali ka qenë me ju që kur ishit fëmijë i vogël. Mund të jetë thënë me zë ose vetëm në mendje, por ajo e thellon dëshpërimin dhe ankthin tuaj. Megjithatë, pikërisht kjo fjali mund t'ju çojë përtej portave të burgut tuaj të brendshëm. Mund t'ju çojë drejt një bote të re të kuptimit dhe çlirimit. Kjo quhet fjalia juaj thelbësore. Nëse harta e gjuhës së brendshme është një udhërrëfyes drejt thesarëve të fshehura, atëherë fjalia thelbësore është diamant që e gjeni kur arrini atje. Gjetja e fjalisë suaj thelbësore. Përpara se të shkoj më tej, përgjigjuni kësaj pyetjeje dhe shkruani përgjigjen tuaj. Cila është frika juaj më e keqe? Gjëja më e keqe që mund t'ju ndodhë ndonjëherë? Kjo ndoshta është një frikë ose një ndjenjë që e keni pasur gjatë gjithë jetës. Madje edhe mund të ndiheni sikur keni lindur me të. Ja, edhe një herë pyetja, e formuluar pak më ndryshe. Nëse jeta juaj do të shkatërrohej, nëse gjërat do të shkonin tmerrsisht gabim, cila është frika juaj më e keqe? Cila është gjëja më e keqe që mund t'ju ndodhë? Shkruani përgjigjen tuaj. Ushtrimi me shkrim nr. 6. Identifikimi i fjalisë suaj thelbësore. Fillo dhe shkruaj frikën tënde më të madhe. Shkruaj: frika ime më e keqe, gjëja më e keqe që mund të më ndodhë është, edhe përshkruaj atë. Ajo që sapo keni shkruar është fjala juaj thelbësore. Mos vazhdoni të lexoni përpara se ta keni shkruar atë. Ndoshta fjalia juaj thelbësore fillon me fjalën unë. Unë do të humbas gjithçka. Ndoshta fillon me fjalën ata. Ata do të më shkatërrojnë. Ndoshta fjalia juaj thelbësore fillon me fjalën familja, fëmijët, gruaja, burri do të më linin. Një fjali thelbësore mund të fillojë edhe me ndonjë fjalë tjetër. Nuk ka rregulla të rrepta për fjalën e parë. Tani, le të shkojmë më thellë dhe t'i përgjigjemi sërish të njëjtës pyetje. Por këtë herë mos editoni përgjigjen. Vazhdo të shkruash derisa të kesh shkuar sa më larg që të mundesh. Përgjigje për këtë pyetje hap një proces vetë zbulimi që do të thellohet në faqet në vijim. Ushtrimi me shkrim nr. 7. Ndryshimi i fjalisë suaj thelbësore. Gjëja më e keqe që mund të më ndodhë është: unë, ata.
Unë mund të fëmijët, familja, bashkëshorti, bashkëshortja ime mund të, pasi ta keni shkruar, shikoni me kujdes se çfarë keni shkruar. Nëse mendon se ke arritur deri në fund, bëj vetes një pyetje tjetër. Dhe nëse kjo do të ndodhte, atëherë çfarë? Cila do të ishte pjesa më e keqe e kësaj? Për shembull, nëse keni shkruar fjalin unë mund të vdes, shkoni pak më tej. Edhe nëse kjo do të ndodhte, pra, nëse unë do të vdes, cila do të ishte pjesa më e keqe e kësaj? Nëse unë do të vdes, familja ime do të ishte pa mua. Shkoni një nivel më poshtë. Edhe cilën pjesë do ta ndjeni më të rëndësishme apo më të dhimbshme? Ata do të më harrojnë. A e ndjeni se si fjalia ata do të më harrojnë ka pak më shumë forcë dhe emocion se sa dy fjalit e mëparshme? Merrni një moment tjetër për të ngushtuar, thelluar emocionet edhe për të ndjerë rezonancën e fjalisë suaj thelbësore. Ushtrimi me shkrim nëmër 8. Thellimi i fjalisë suaj thelbësore. Frika ime më e keqe absolute është. Le të rikthehemi tek fjalia që keni shkruar. Fjalia juaj thelbësore zakonisht përmban 3, 4, ndoshta 5 ose 6 fjalë. Siç u përmend më herët, shpesh fillon me unë ose ata, por mund të fillojë edhe me fjalë të tjera. Shumë herë, kjo fjali shprehet në kohën e tashme ose të ardhme, sikur të ishte duke ndodhur tani ose gati të ndodhte. Fjalët ndihen të gjalla brenda jush. Ato rezonojnë në trupin tuaj kur ju i thoni me zë të lartë. Kur kapni fjalinë e duhur, fjalinë thelbësore, ajo ndihet më shumë si një ting në kristal sesa si një trokitje në dru. Fjalitë thelbësore zakonisht tingëllojnë kështu: unë jam krejt vetëm. Ata më refuzojnë. Ata më lën mua. Unë i shkënjeva ata. Unë do të humbas gjithçka. Unë do të ndahem. Është i gjithë faji im. Ata më braktisën. Ata më tradhtojnë. Ata më poshtrojnë. Do të çmendem. Unë do të lëndoj fëmijën tim. Unë do të humbas familjen time. Unë do të humbas kontrollin. Unë do të bëj diçka të tmerrshme. Unë do të lëndoj dikë. Unë nuk do ta meritoj të jetoj. Do të jem i urryer. Unë do të vras veten. Ata do të më mbyllin. Ata do të më largojnë. Kjo nuk do të përfundoj kurrë. Përcaktimi i saktë i fjalisë suaj thelbësore. Ekziston edhe një hat tjetër i rëndësishëm. Kur formuloni një fjali si unë jam krejt vetëm, është e nevojshme që ta rregulloni atë me kujdes, duke e testuar në të dyja drejtimet për të siguruar që fjalia juaj thelbësore rezonon në frekuencën më të lartë dhe më të saktë të mundshme. Për shembull, të marrin fjalin unë jam vetëm. Kjo fjali a shpreh vërtet atë që ndjeni, apo ndoshta ndjesia e brendshme është më afër me më lën? A është më shumë më refuzojnë, apo më braktisin? Ashtu si okulisti që kontrollon edhe rikontrollon shikimin tuaj për të përcaktuar recetën e saktë, edhe ju po verifikoni me kujdes fjalët për të siguruar që ato përputen saktësisht me ndjenjën që mbani brenda vetes.
vazhdoni ta provoni dhe ta testoni. A është fjalia juaj thelbësore më afër më braktisin apo unë jam i braktisur? Trupi juaj e di. Ai reagon menjëherë dhe ju tregon se cilat fjalë janë më të sakta përmes ndjesive që krijohen brenda jush. Fjalët e duhura të fjalisë bazë shkaktojnë një reagim fizik. Shpesh një ndjenjë ankthi, shtrëngimi ose fundosjeje, që shfaqet pikërisht në momentin kur prekni thelbin e së vërtetës suaj emocionale. Rrugë të tjera për të zbuluar fjalinë tuaj thelbësore. Nëse jeni përpjekur të formuloni fjalitë tuaja bazë edhe nuk ju ka ardhur asgjë në mendje, ndaluni edhe përgjigjuni kësaj pyetjeje. Cila është gjëja më e keqe që mund të ndodhë dikujt? Jo ju, dikujt tjetër. Ndoshta mund t'ju vinë ndërmend një lajm për një ngjarje të tmerrshme që i ka ndodhur dikujt që nuk e njihni. Ose ndoshta diçka e rëndë i ka ndodhur dikujt që ju e njihni personalisht. Çfarë ndodhi me ta? Shkruajeni. Ajo që mbani mend ka rëndësi. Madje mund të thotë diçka thelbësore për ju. Shpesh herë, tragjedia e tjetrit pasqyron një aspekt të frikës son më të thellë, të frikës më të keqe. Mes imazheve të panumërta të dimshme që na rrethojnë, ato që prekin një tel të njohur, ose më saktë një tel familjar, janë ato që rezonojnë më fort me ne. Mund ta quani këtë një derë të pasme drejt psikikës së familjes. Nga të gjitha gjërat e tmerrshme që u ndodhin njerëzve, ajo që na duket më e frikshmja ka shumë gjasa që të lidhet me një ngjarje traumatike të sistemit ton familjar. Ajo mund të na rikujtojë gjithashtu edhe një traumë që e kemi përjetuar vetë. Kur tragjedia e tjetrit rezonon thellë me ne, zakonisht ekziston diçka në atë histori që në një nivel të caktuar na përket edhe neve. Ekziston edhe një mënyrë tjetër për të arritur tek fjala juaj thelbësore. Mendoni për një skenë nga një libër, film apo nga një shfaqje që ju ka prekur thellësisht. Cila pjesë e asaj skene ju trondit më shumë emocionalisht? Për shembull, nëse një histori për një fëmijë që mbetet krejt vetëm pa nënën e tyre rezonon me ju, çfarë është ajo që ju preku më fort? Pra, cila pjesë e asaj historie ju ngjalli emocionin më të madh? A është fakti që një nën ka lënë fëmijët e saj, apo fakti që fëmijët kanë mbetur vetëm, kanë mbetur pa askënd që të kujdeset për ta? Kjo histori familjare mund të prek dy njerëz në mënyra të ndryshme. Njëri mund të ndikohet më shumë nga ideja që një nën i braktis fëmijët e saj, ndërsa tjetri mund të ndikohet më fort nga imazhi i fëmijëve të cilët mbeten pa kujdes dhe pa mbështetje. Pra, nga imazhi që nuk ka se kush të kujdeset për ta. Nëse do të shikonim sistemin familjar të personit të parë, atij që nuk e duron dot mendimin se një nën mund të lërë fëmijët e saj, mund të zbulonim një histori të ngjashme brenda familjes së tij. Ndoshta bëhet fjalë për nënën, gjyshen apo ndonjë antar tjetër të familjes që në një moment të jetës u largua nga fëmijët ose hoqi dorë nga njëri prej fëmijëve. Një ndjenjë faje pa pranuar mund të vazhdojë të jehojë në sistemin familjar të këtij personi. Ndërkohë, në sistemin familjar të personit të dytë, ajo që vazhdon të ushqejë këtë ndjeshmëri mund të jetë pikëllimi i thellë i një fëmije të braktisur. Imazhet nga librat, filmat dhe shfaqjet që mbartin për ne një ngarkesë emocionale të fortë, veprojnë si stuhi. Ato tundin dhe nxjerrin në sipërfaqe ato fruta delikate, të cilët fshihen në degët e padukshme të pemës son familjare.
kur një lajm bëhet histori familjare. Për aq kohë sa mund të kujtonte, Pam kishte jetuar me një frikë të vazhdueshme, se të huajt do të hynin në shtëpinë e saj dhe do t'i bënin keq, do ta keq trajtonin. Për vite me radhë, kjo frikë kishte qëndruar në sfond e pranishme, por e heshtur, tamam si ajo zhurma monotone një makinerie të largët që nuk ndalet kurrë plotësisht. Deri në një moment të caktuar. Një ditë, Pam lexoi në gazetë historinë e një djalit të ri somalez, i cili ishte rrahur për vdekje nga një bandë djemsh në qytetin ku ajo jetonte. Në atë çast, frika që deri atëherë ishte dridhur lehtë brenda saj, papritur u përforcua. Ajo u ngrit nga një vibrim i ulët në një alarm të lartë, duke çliruar një valm paniku që e përshkroi trupin e saj. Pam u ndje pushtuar, u ndje sikur po shkëputej nga vetja. Ajo e përshkroi përjetimin si një ndjesi të çuditshme, sikur po notonte jashtë trupit të saj, e larguar nga realiteti i momentit. Zemra i rrite fort. Frymëmarrja ju bëhet cekët dhe mendimet ju errësuan. Nuk ishte thjesht një tronditje nga lajmi. Ishte sikur diçka shumë e vjetër, diçka e rrënjosur thellë, ishte zgjuar brenda saj. Frika nuk i përkiste vetëm momentit të tanishëm. Ajo dukej se vinte nga një burim më i largët, nga një histori që nuk ishte filluar me të. Ai ishte vetëm një fëmijë, tha ajo, i pafajshëm, thjesht ndodhej në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Ja morën jetën, ja morën dinjitetin, e lanë të vuante. Pa e kuptuar, Pam nuk po fliste vetëm për djalin e ri të përmendur në gazetë. Ajo po fliste edhe për Walterin, vëllain e madh të nënës së saj, i cili kishte vdekur kur ishte vetëm 11 vjeç. Pam e kishte dëgjuar këtë histori vetëm një herë, kur ishte ende një fëmijë e vogël. Familja fliste shumë rrallë për të. Edhe pse asgjë nuk u vërtetua zyrtarisht, dyshimet për një lojë të pahishme nuk u zhdukën kurrë. Walter ishte joshur jashtë shtëpisë nga disa fëmijë të lagjes që shpesh e ngacmonin. Më vonë, ai u gjeti vdekur në fund të një boshe të braktisur miniere. Askush nuk e dinte me siguri nëse kishte rënë vetë apo ishte shtyr nga dikush. Ajo që dihej ishte se ai ishte lënë aty të vdiste. Kaluan disa ditë përpara se trupi i tij të gjendej dhe të nxirrej. Fëmijët e tjerë duhet i kishte kapur paniku dhe të ishin larguar. Walter, ashtu si djali në gazetë, kishte qenë në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Gjuha kryesore e lindur nga lufta. Kur anëtarë të familjes son kanë vuajtur, kanë humbur jetën ose kanë ushtruar dhunë gjatë luftës, ne mund të trashëgojmë një terren emocional të minuar nga trauma. Pa e kuptuar me vetëdije se përjetimet tona të sotme lidhen me ngjarje traumatike të dekadave më parë, ne mund të bëhemi bartës të frikës nga rrëmbimi, frikës të dëbimit nga shtëpia, frikës nga vrasja apo shkatërrimi. Edhe këto duket sikur të jenë ndjenjat e tona të tanishme. Prak, një djalë kambodgjan 8 vjeçar, i mbushur me zemërim, nuk e kishte njohur kurrë gjyshin e tij. Ai ishte i vrarë nga Khmerët e kuq, i akuzuar si spion i CIA-s. Gjyshi i Prakut ishte goditur për vdekje me një kos, një mjet bujqësor i ngjashëm me hanxharin. Prak vuante nga lëndimet të përsëritura në kokë dhe prindrit e tij, Rith dhe Sita,
të mbijetuar të gjeneratës së parë të Killing Fields kërkuan ndihmë për të. Të sjellshëm dhe me një të folur të butë, ata dukeshin të rënduar. Dukeshin sikur mbanin një bark të përbashkët që lidhte fort mes tyre. Me anglishte të thyer, ata shpjeguan se ishin larguar nga Kambodja si adoleshent, gati një dekadë pas përfundimit të masakrave, edhe ishin transferuar dhe vendosur në Los Angeles, ku lindi djali i tyre, fëmia i tyre i vetëm. Tani, 8 vjeç, Prak kishte pësuar disa tronditje të përsëritura në kokë. Babai i tij, Rith, shpjegoi se djali shpesh vraponte me kokë drejt mureve ose shtyllave metalike, në një mënyrë që dukej e qëllimshme, sikur trupi i tij po ndiqte një impuls të brendshëm që ai vetë nuk e kuptonte. Përveç kësaj, çdo ditë Prak luante me një varse palltoje, duke e goditur fort kundër dyshemes ose divanit teksa bërtiste. Vrite! Vrite! Sjelljet e djalit i bënin një hon vrasjes së gjyshit të tij nga babai. Në dritën e psikologjisë transgenerative, këto sjellje nuk mund të kuptohen vetëm si akte impulsive apo agresive të një fëmije. Ato shfaqen si shprehje të një kujtese trupore të trashëguar. Një traumë e pashprehur që kërkon dalje përmes trupit të brezit pasardhës. Gjuha kryesore e Prakut nuk shfaqe vetëm në fjalët që ai përsëriste. Vrite, vrite. Ajo shprehej edhe përmes trupit të tij në 2 mënyra alarmuese. Duke goditur varsen e palltos, Prak duke i se identifikoi në mënyrë të pavetëdijshme me aktin dhe mënyrën e dhunshme dhe të frikshme që i kishte marrë jetën gjyshit të tij. Ndërsa, duke dëmtuar kokën e vet, ai ripërjetonte plagën fatale të paraardhësit. Në këtë mënyrë, trupi i fëmijës po mbante histori që familja nuk ishte mundur ta tregonte me fjalë. Sjelljet e Prakut mund të kuptohen si një formë besnikërie të pavetëdijshme familjare. Një prekje e heshtur për t'i dhënë zë, formë dhe njohje, një traumë që kishte mbetur e papërpunuar në sistemin familjar. Në shumë familje që kanë përjetuar ngjarje tragjike ose thellësisht të dhimbshme, e kaluara tenton të mbetet e varrosur. Prindrit, me bindjen se po i mbrojnë fëmijët nga dhimbjet e panevojshme, zgjedhin heshtjen. Ata i mbajnë të mbyllura fort buzët e tyre, atë port drejt të kaluarës. Sa më pak të di një fëmijë, mendojnë ata, aq më i mbrojtur dhe aq më izoluar nga dhimbjet do të mbetet. Por Prak nuk dinte asgjë për pushat e vrasjeve. Nuk dinte asgjë për gjenocidin, asgjë për vrasjen. Dhe ndoshta më e dhimbshmja nga të gjitha, asgjë për gjyshin e tij të vërtet nga ana e babait. Në fakt, atij ishte thënë se burri i dytë i gjyshes ishte gjyshi i tij biologjik. Fatkeqësisht, heshtja për të kaluarën bën shumë pak për ta imunizuar brezin pasardhës. Ajo që fshihet nga sy dhe nga mendja, rrallëherë zhduket. Përkundrazi, shpesh rishfaqet në mënyra të tjera. Rishfaqet në sjelljet, simptomat dhe në vuajtjet e fëmijëve tanë. Historia që nuk tregohet kërkon një trup për t'u shprehur. Shpjegimi i këtyre koncepteve për rritjen dhe sitën nuk ishte i lehtë. Ishte sikur një mbulesë kulturore, një perde mohimi të bllokonte çdo përpjekje për të folur për gjenocidin. Ne shkojmë vetëm përpara dhe jo pas, tha Sita. Jemi me fat që mbijetuam dhe që tani jemi në Amerikë, shtoi Rithi. Vetëm kur u bë e qartë se e kaluara ende po jetonte në mënyrë aktive
përmes vuajtjeve të prakut, Riti dhe Sita u treguan të gatshëm të ndërmerrnin hapat e radhës. Shko në shtëpi dhe tregoja prakut historinë e babait tënd. I thash Ritit: thuaj sa shumë e ke dashur dhe sa shumë ende të mungon. Vendos një fotografi të babait tënd, gjyshit të tij të vërtet, mbi shtratin e prakut dhe thuaj se babai yt e mbron dhe bekon gjatë natës teksa i fle. Jepi atij imazhin se me bekimin e babait tënd, koka e tij nuk ka më nevojë të lëndohet. Hapi i fundit ishte më i vështirë për t'u dhënë. Më duke se praku ishte identifikuar jo vetëm me gjyshin e tij, viktimën, por edhe me vrasësin, me atë që kishte dhënë goditjen vdekjeprurse. I shpjegova Sitës dhe Ritit se ata që kanë lënduar antarët e familjes son, në një nivel më të thellë i përkasin gjithashtu sistemit ton familjar. Kur ata përjashtohen nga vetëdia jon, ne ose fëmijët tanë mund të identifikojmë me ta pa e kuptuar. Shpjegova se fëmijët e viktimave dhe fëmijët e autorëve shpesh mbartin dhimbje të ngjashme dhe se shërimi kërkon një qëndrim të brendshëm vullneti të mirë ndaj të gjithë të përfshirëve. Kur përjashton dikë nga zemra ose nga historia, barra e tij kërkon një tjetër që ta mbajë. Edhe shumë shpesh janë fëmijët ata që e marrin këtë rol. Duke shkuar një hap më tej, u shpjegova se kur ne jemi në gjendje të lutemi me të njëjtën ndjenjë të mshurie, si për ata që u dëmtuan, ashtu edhe për ata që dëmtuan, ne krijojmë një lëvizje shëruese që mbështet jo vetëm fëmijët tanë, por edhe brezat që vinë pas nesh. Sita dhe Riti e kuptuan menjëherë. Si budist praktikues, ata thanë se do ta çonin prakun në faltore, në tempullin kamboxhan, dhe do të ndizin temjan si për babain e Ritit, ashtu edhe për vrasësin e tij. Me qëllim që pasardhësit e të dyja familjeve të mund të ishin të lirë nga kjo barrë. 3 javë pas vizitës së prakut në faltore dhe pasi fotografia e gjyshit të tij ishte vendosur mbi shtratin e tij për ta mbrojtur gjatë natës, ndodhi diçka domethënëse. Praku ja dorëzoi varsën e palltove Sitës dhe i tha qetësisht: "Mami, nuk kam më nevojë të luaj me këtë." Dhimbje familjare, heshtje familjare. Gretchen, të cilën e keni takuar më herët në këtë libër, mbarti brenda vetes ankthjen e gjyshës së saj, e mbijetuara e vetme e një familje e cila u shfaros në Auschwitz. E paaft për të përqafuar plotësisht dhuratën e mbijetesës së Holokaustit, gjyshja e Gretchen e përshkroi jetën si një hije. Ndërkohë, fëmijët dhe nipëjt e saj ecin rreth saj me kujdes të tepruar, sikur po shkelin mbi lëvozh gavezësh nga frika se mos ia zgjonin dhimbjen. Të flisje për familjen e saj të zhdukur ishte e pamundur. Sa po përmendej tema, sytë e saj mbusheshin me dritë të ftohtë dhe ngjyra largohej nga fytyra. Heshtja ishte mburoja e saj. Më e sigurta ishte t'i liheshin kujtimet të varrosura, të palëvizura. Ndoshta në një nivel të pandërgjeshëm, gjyshja mbarti një dëshirë për të vdekur bashkë me pjesën tjetër të familjes së saj. 2 breza më vonë, kjo ndjenjë e pashprehur u trashëgua. Gretchen e mori mbi vete këtë barrë dhe mbarti një imazh të brendshëm të dëshirës së saj për t'u djegur, ashtu siç ishin djegur antarët e familjes së gjyshës së saj. Gjuha kryesore e Gretchen ishte: "Do të avulloj veten. Trupi im do të digjet brenda sekondave." Kur Gretchen kuptoi se ishte ngatëruar emocionalisht me traumën e gjyshës së saj, për herë të parë ajo pati një kontekst kuptimor për ndjenjat që kishte mbartur gjithë jetën. E ftova të mbyllte syt
dhe të vizualizonte veten të përqafuar nga gjyshja e saj dhe nga të gjithë anëtarët e familjes hebreje që nuk kishte pasur kurrë mundësi t'i njihte. Brenda atij imazhi ngushëllues, Gretchen raportoi një ndjesi qetësie, një ndjenjë që, sipas saj, ishte krejtësisht e re. Në atë moment, ajo e kuptoi se impulsi për të djegur veten nuk ishte i saj. Ai ishte një jehon e atyre që ishin djegur fjalë për fjalë. Me këtë njohje, dëshira për t'i dhënë fund jetës u shpërbë. Impulsi u zhduk. Gretchen nuk ndjente më nevojën për të vdekur. Ndërsa Gretchen ishte identifikuar thellësisht me gjyshin e saj, ajo gjithashtu mund të ishte identifikuar në mënyrë të pavetëdijshme me vrasësit që shfarosen familjen e gjyshes. Duke vrarë veten, Gretchen do të kishte rigjallëruar agresionin e autorëve, duke kthyer dhunën e tyre kundër vetes. Ky lloj identifikimi me autorët nuk është i rrallë në sistemet familjare të traumatizuara dhe duhet marrë seriozisht në konsiderat kur shfaqen impulse ose sjellje vetë shkatërruese në brezat pasues. Burgjet e frikës. Steve vuante nga sulme paniku sa herë që ndodhi në një vend të ri. Nuk kishte rëndësi nëse po hynte në një ndërtesë të panjohur, po provonte një restorant të ri, apo po udhtonte drejt një qyteti të ri. Sa po gjendej në një mjedis të panjohur, ai shkëputej. Ai përshkruante një ndjesi humbjeje, një marramendje të thellë që e bënte të ndihej sikur po nxihej nga brenda dhe sikur qielli po i mbyllej mbi kokë. Këto ndjesi shoqëroheshin me rraje të forta zemre dhe me djersitje intensive. Steve nuk mund të kujtonte asnjë ngjarje në fëmijërinë e tij e cila do ta justifikonte një frikë kaq ekstreme. Megjithatë, për ta mbajtur atë të ndihej i sigurt, gruaja dhe fëmijët e tij mbetën pa vetëdije të burgosur bashkë me të brenda kufive të një territori të njohur. Nuk kishte pushime, restorante të reja apo surpriza. Jeta ishte ngushtuar. Gjua kryesore e Steve ishte: do të zhdukem, do të fshihem. Një vështrim më i thellë në historinë familjare të Steve zbuloi burimin e kësaj frike. 74 anëtar të familjes së tij u vranë gjatë Holokaustit. Ata u nxorën me forcë nga rrethinat e njëjta të shtëpive të tyre, nga fshati ku kishin jetuar gjatë gjithë jetës, dhe u dërguan në një vend të ri, në një kamp përqendrimi ku u shfarosën sistematikisht. Kur Steve e kuptoi lidhjen e padukshme që e lidhte me fatin e anëtarëve të familjes së tij, ai më në fund gjeti një kontekst për sulmet e panikut që i kishin kufizuar jetën. Pas një seance terapeutike, frika u zbut. Duke krijuar një imazh të ri të brendshëm, ku të afërmit e tij ishin në paqe dhe e bekonin që të ishte i lirë, Steve hapi portat me tela me gjëmba të jetës së tij të vjetër dhe hyi në një jetë të re, të mbushur me eksplorim dhe aventura. Ashtu si Steve, edhe Linda përjetonte sulme paniku që ia rrënonin ndjesinë e sigurisë. Ajo e mbante veten të mbyllur brenda një burgu frike. Bota nuk është një vend i sigurt, thoshte ajo. Duhet të fshihesh se kush je. Nëse njerëzit dinë shumë për ty, ata mund të të lëndojnë. Për aq kohë sa Linda mund të kujtonte, ajo kishte mangte se po rrëmbehej nga të huajt. Që fëmijë, ajo kujtonte se nuk dëshironte kurrë të flinte në shtëpitë e shoqeve apo shokëve. Edhe në të dy zetat, Linda rrallë dilte nga mjediset e saj të njohura. Ashtu si Steve, ajo jehonte e mbyllur në një burg frike, pa qenë në gjendje që ta lidhte këtë frikë me ndonjë ngjarje konkrete nga fëmijëria e saj. Kur e pyeta për historinë e familjes, asaj ju kujtua një rrëfim që e kishte dëgjuar si fëmijë i vogël. Historia e motrës së gjyshes së saj, e cila u vra gjatë Holokaustit.
Duke hullumtuar mëtej, Linda zbuloi se stërtesja e saj ishte fshehur për një kohë të gjatë në shtëpinë e një fqinji, derisa dikush nga jashtë e kishte denoncuar se ishte hebreje. Ajo u rrëmbye nga të huajt, nga ushtarët nazist dhe u qëllua për vdekje në një hendek. Gjuha kryesore e Lindës ishte: bota nuk është një vend i sigurt. Duhet të fshehesh se kush je. Njerëzit mund të të lëndojnë. Duke e krahasuar këtë gjuhë thelbësore me tragjedinë e stërtesës së saj, Linda më në fund fitoi një kontekst për anktin që kishte mbartur. Ajo imagjinoi një bisedë me tesën e saj, në të cilën kjo e fundit i ofronte mbrojtje dhe i siguronte se ishte e sigurt. Brenda këtij imazhi të ri të brendshëm, Linda ndjeu se mund t'ia kthente anktin tesës atje ku kishte lindur. Edhe pse shumë prej nesh nuk kanë antar të familjes të cilët kanë vdekur ose kanë marrë pjesë drejt për drejt në Holokaust, në gjenocidin armen, fushat e vrasjeve të Kambodgjës, urinë ukrainase të imponuar nga Stalini, masakrat në Kinë, Ruand, Nigeri, El Salvador, ish Jugosllavi dhe lista vazhdon, mbetjet e luftës, dhuna, vrasjet, përdhunimet, shtypja, internimi edhe zhvendosja e detyruar që kanë përjetuar para arsit tanë, mund të ngjallin frikra dhe ankth që ne gabimisht i besojmë si tonat. Fjalia jon kryesore shpesh është ura që na lejon të dallojmë atë që i përket të kaluarës nga ajo që po përjetojmë në të tashmen. Gërmimi i origjinës së fjalisë suaj thelbësore. Një fjali thelbësore shpesh zgjon ndjenja dhe ndjesi frike. Mjafton ta shqiptojmë me zë, ose edhe vetëm brenda vetes, që trupi ynë të reagojë menjëherë. Shumë njerëz përjetojnë val ndjesish që përhapen nëpër trup, ndërsa fjalia thuhet. Kjo ndodh sepse fjalia thelbësore lidh nga një tragjedi e pasgjidhur. Nëse jo nga jona, atëherë lind pyetja: e kujt është? Ne mund të jemi ata që e shqiptojnë fjalinë dhe mbajnë frikën e saj. Por frika fillestare mund të ketë buruar nga një ngjarje tragjike që ka ndodhur shumë kohë përpara se ne të lindnim. Pyetja thelbësore që shtrohet është: kujt i përket frika origjinale? Thuaje me vete fjalin tënde thelbësore. Ndjeje dridhjen e saj brenda trupit. Dëgjoje nga brenda. Pastaj, imagjino për një çast se këto fjalë i përkasin dikujt tjetër. Mund edhe ta shkruash përsëri fjalin tënde thelbësore për t'i parë fjalët përpara syve. Dëgjoje si fjalinë e dikujt që ka përjetuar një traumë të madhe, që ka mbartur pikëllim ose fajt të thellë, që ka vdekur dhunshëm ose me keqardhje, ose që ka jetuar një jetë të zbrazët, të heshtur, të dëshpëruar. Kjo fjali mund t'i përkas nënës ose babait tuaj. Mund të jetë e gjyshes apo e gjyshit tënd. Madje edhe një vëllai ose një motër më të madhe, e një xhaxhaj apo tezeje. Dhe tani, ajo jeton në ty. Fjalit thelbësore janë si udhëtar të përhershëm, të ngjashëm me shitësit shëtitës që trokasin derë më derë derisa dikush t'i lejoj të hyjë. Por dyert që ata kërkojnë nuk janë prej druri. Janë psikikat e atyre të cilët vinë më pas në sistemin familjar. Dhe ftesa për të hyrë jepet pa një leje të vetëdijshme. Duket se ndaj një detyrim të pavetëdijshëm për të zgjidhur tragjeditë së kaluarës së familjeve tona. Në një përpjekje të heshtur për të shëruar dhimbjen familjare, mund të mbartni pikëllimin e pasgjidhur të gjyshes suaj për vdekjen e nënës, bashkëshortit ose fëmijës së saj. Ndjenja e saj se kam humbur gjithçka mund të jetoj brenda jush si një frikë se edhe ju një ditë do të humbisni gjithçka. Këto fjali ndikojnë drejt për drejt
në mënyrën se si e përjetoni veten. Ato ndikojnë në zgjedhjet që bëni, në vendimet që merrni dhe në mënyrën se si mendja dhe trupi juaj reagojnë ndaj botës përreth. Imagjinoni efektin e një fjalie si: ai do të më lërë, e cila luan në sfondin e vetëdijes suaj pikërisht në momentin kur njeriu i ëndrave tuaja ju propozon. Ose merrni parasysh ndikimin e një fjalie si: unë do ta lëndoj fëmijën tim. Në gjendjen e ndërlikuar biologjike dhe emocionale të një gruaje që po bëhet nën për herë të parë. Dëgjoni sërish fjalët e fjalisë suaj thelbësore. Thuajini me zë të lartë. Pyeteni veten: a janë vërtet fjalët e mia? Kush në familjen time mund të ketë pasur arsye të ndjejë në të njëjtën mënyrë? Reflektoni mbi jetët e prindërve dhe gjyshërve tuaj. A kanë përjetuar ata një ngjarje aq të dhimbshme sa nuk kanë mundur ose nuk kanë guxuar të flasin për të? A humbën një foshnjë, një fëmijë, apo përjetuar një abort të vonë në shtatzani? A u braktisën nga një dashuri e madhe, apo humbën një prind, vëlla apo motër në një moshë të vogël? A ndjeshin fajtor për dëmtimin e dikujt tjetër? A e fajsuan veten për diçka që nuk mund ta ndryshonin? Shpesh, përgjigjet për pyetjet tona më të thella nuk ndodhen vetëm në jetën tonë, por ndodhen në historitë e pashprehura të atyre që erdhën përpara nesh. Nëse asgjë nuk ju vjen menjëherë në mendje, mund të shikoni edhe një brez më pas, tek stërgjyshrit tuaj, ose tek një xhaxha apo teze. Ndonjëherë, gjurma e traumës kërkon të shkohet më thellë për t'u zbuluar. Zakut ju desh të kthej 2 breza pas për të gjetur paqen. Ai ishte me fat që ishte ende gjallë. Pas disa përpjekjeve për vetvrasje, ai më në fund vendosi të hapte derën drejt së kaluarës të familjes së tij. Fjalia thelbësore e Zakut kishte qenë me të për aq kohë sa ai mund ta kujtonte. Që kur ishte një djalë i vogël, ai ndjente se duhej të vdiste. Ai besonte se kishte ardhur në këtë jetë për të vdekur. Kështu thoshte ai. Fjalia kryesore e Zakut: më duhet të vdes. Dhe kështu, sapo Zaku rrit mjaftueshëm për ta bërë këtë, ai u regjistrua në Irak për të luftuar dhe për të vdekur. Asgjë nuk mund të dukej më e thjeshtë. Si këmbësor, ai imagjinonte se do ta qellonin në vijën e parë të betejës dhe do të vdiste, duke përmbushur kështu qëllimin e jetës së tij. Ai stërvitej me zell, do të ishte hero, do të merrte rreziqe të mëdha, do të vdiste me nder për vendin e tij. Por plani i Zakut dështoi. Njësia e tij nuk u dislokua. Ata mbetën në shtet. Zaku nuk mund ta besonte. Menjëherë doli Auel nga baza dhe buri në zbatim një plan të dytë për të vdekur. Ai përshkroi autostradën me një shpejtësi marramëndse, i bindur se një polic shtetëror do ta ndalonte. Gjithçka e kishte menduar me kujdes. Ai do të dilte nga makina dhe do të përpiqej të merrte armën oficerit. Në një çast, gjithçka do të mbaronte. Oficeri do të detyrohej ta qellonte dhe Zaku do të vdiste. Ai vrapoi në autostradë pikërisht ashtu siç e kishte planifikuar. Por sërish ndërhyri fati. Asgjë nuk ndodhi. Asnjë polic shtetëror, asnjë e shtën, asnjë vdekje. I pa dekurajuar, Zaku u nis me makinë drejt Washingtonit. Plani i tij i tretë këtë herë nuk mund të dështonte. Ai do të hidhej mbi gardin e shtëpisë së bardhë dhe me një armë lodhur në dorë do të vraponte drejt zyrës së presidentit. Padyshim që agjentët e shërbimit sekret do ta qellonin për vdekje. Por edhe kësaj here, fati kishte plane të tjera për Zakun.
Kur arriti në Pennsylvania Avenue, gardi ishte aq i fortifikuar dhe i mbrojtur, sa që ai nuk mund të afrojë as disa metra. Zaku kishte ende një plan tjetër vetvrasje në mendjen e tij. Ky plan nuk u realizua kurrë. Ai kishte menduar të merrte pjesë në një tubim politik ku po fliste governatori. Do të tunte një armë lodër dhe do ta drejtonte nga ai. Me siguri që forcat e sigurisë do të detyroheshin ta vrisnin. Por një mendim i kthjellët i erdhi papritur. Në mes të turmës, ai mund të rrëzoi për tokë, të neutralizohej dhe të kalonte pjesën tjetër të jetës në burg. I dëshpëruar, Zaku kërkoi ndihmë. Në rastin e Zakut, a mund të dëgjoni një fije të përbashkët që lidh secilin prej planeve të tij për të vdekur? Çdo tentativë vetvrasje e Zakut, po të kishte pasur sukses, do të kishte përfunduar me pushkatimin e tij nga dikush që po mbronte vendin e vet. Megjithatë, në 24 vitet e jetës së tij, Zaku nuk kishte bërë asgjë që të kërkonte një dënim të tillë. Ai nuk i kishte bërë keq askujt. Nuk mbante asnjë faj personal. Nuk e fajsonte veten për vuajtjen e askujt tjetër. Për kë atëherë duhet të vdiste Zaku? Më saktë, kush në sistemin e tij familjar duhet të pushkatoj për diçka që kishte bërë? Për të gjetur përgjigjen, na u desh të ktheheshim pas në historinë e familjes së tij. Fjalia e tij thelbësore, "Më duhet të vdes", ndriçoi rrugën. Duke u mbështetur në këtë fjali, u shfaqen 3 pyetje lidhëse. 3 pyetje urë që shpesh na çojnë drejt origjinës së traumës së trashëguar. Pyetjet e urës së Zakut. Kush të familjen tënde kreu një krim dhe nuk u ndëshkua kurrë për të? Kush ndjeu se duhej të pushkatoj për diçka që kishte bërë? Kush u pushkatua në familjen tënde dhe për kë familja nuk pati kurrë hapësirë për të mbajtur zi? Secila nga 2 pyetjet e para do të kishte qenë mjaftueshme për të goditur në shenjë. Në rastin e Zakut, pyetja e parë ndezi një kujtim të largët, një bisedë që ai kishte dëgjuar si fëmijë. Gjyshi i Zakut, babai i nënës së tij, kishte qenë një zyrtar i lartë në kabinetin e Mussolinit. Ai kishte qenë përgjegjës për vendimet të cilat çuan në vdekjen e shumë njerëzve. Ndërsa lufta në Itali po përfundonte, gjyshi i tij arriti të falsifikonte dokumentat, të ndryshonte identitetin dhe të arratisi në Shtetet e Bashkuara. Ata që mbetën nga antarët e tjerë të kabinetit, u mblodhen dhe u pushkatuan nga një skuadër ekzekutimi. Gjyshi i Zakut i shpëtoi fatit të tij. Ai ishte me fat, ose kështu kishte menduar. Pa e ditur, fati i tij nuk ishte zhdukur. Ai thjesht kishte kaluar tek brezi tjetër, dhe më konkretisht tek djali i parlindur i familjes, nipi i tij. Siç e kemi parë dhe më herët në kapitullin e 3, Bert Hellinger na kujton se çdo individ mban përgjegjësinë për fatin e vet. Kur ky fat refuzohet ose shmanget, barra e tij mund të mbartet pa vetë dije nga një pasardhës në sistemin familjar. Kur një individ refuzon, shmang ose anashkalon fatin e tij, një tjetër antar i sistemit mund të përpiqet ta paguajë çmimin në vendin e tij, shpesh me jetën e tij. Zaku, pa e ditur, ishte përpjekur që të paguante për krimet e gjyshit të tij. Ishte një trashëgimi e kushtueshme, e rëndë, dhe Zaku nuk ishte i vetëdijshëm se ai po e merrte atë dhe po e mbante mbi supe. Ai filloi të kuptonte se dëshira për të qelluar dhe për të vdekur nuk kishte lindur nga hiçi. Kishte rrënjë të thella në historinë e tij. Në një farë mënyre, ai gjithmonë kishte besuar se kishte lindur i dëmtuar.
se kështu duhet të ishte jeta e tij. Ai kur nuk e kishte imagjinuar se e kaluara e familjes së tij mund të kishte ndikuar kaq thellë. Ai nuk e kishte bërë kurrë këtë lidhje. Pra, do të thuash që nuk jam unë ai që duhet të vdes? Pyeti Zak i shtangur. Po thua se nuk duhet të vdes? Duke i shpëtuar ekzekutimit nga një skuadër pushkatimi, gjyshi i Zakut nuk e kishte balancuar kurrë vdekjet që ai kishte shkaktuar. 2 breza më vonë, Zak po përpiqej në mënyrë të pavetëdijshme ta barazonte këtë peshore duke ofruar jetën e tij. Nuk ishte e drejtë, por po ndodhte. Dhe për një kohë ai pothuajse ja doli mban. Megjithatë, në vend që të vdiste, Zak arriti në një pikë ku mund t'i linte ndjenjat e të qenit i destinuar për vdekje gjyshit të tij. Aty dhe atij që ato ndjenja i përkisnin. Vetë fakti që kishte një vend se ku t'i vendoste ato, ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm për të. Për herë të parë, ai mundi të dallonte ndjenjat që ishin vërtet të tijat nga ato që i kishte marrë përsipër nga dikush tjetër. Ajo që dikur e kishte pushtuar plotësisht dhe e kishte konsumuar, tani mund të qëndronte në periferi. Teksa këto emocione të vjetra u rishfaqën dhe dolën në sipërfaqe, Zak ndjeu se brenda tij po formoi një plan i vetëdijshëm. Ai e imagjinoi veten duke e parë gjyshin e tij në sy dhe duke ulur kokën me respekt. Ai imagjinoi duke dëgjuar gjyshin e tij t'i thoshte se nevoja për të vdekur i përkiste atij, gjyshit, dhe se ai, Zak, mund ta linte atë bardhë të shkonte. Ai mund të merrte frym, të dilte në jetë, në botë dhe të ishte i qetë. Në imazhin e brendshëm të Zakut, ai e përfytyroi gjyshin e tij në jetën e përtejme, duke u kujdesur për njerëzit të cilët i kishte lënduar, duke korrigjuar dëmet që ai kishte shkaktuar. Në atë peizazh të brendshëm, gjithçka filloi të merrte një cilësi paqësore dhe të pajtueshme. Ashtu si Zak, ndoshta as ti nuk e ke menduar kurrë se çështja jote e tanishme mund të lidhet me një ngjarje traumatike në historinë e familjes tënde. Tani, përmes fjalisë tënde thelbësore, ke një mënyrë për ta bërë këtë lidhje. Thuaje edhe një herë fjalinë tënde thelbësore dhe bëj vetes këto 2 pyetje. A je i sigurt se kjo frikë e ka origjinën tek ti? A është dikush në sistemin tënd familjar që kishte arsye që të ndjejë në të njëjtën mënyrë? Edhe nëse nuk ke informacion për të kaluar në familjes sate, rruga drejt shërimit mbetet e hapur dhe e drejt për drejt. Ti tashmë e ke bërë pjesën më të vështirë. Ke identifikuar frikën tënde më të thellë. Dhe pse mund të mbartësh ndjesitë e asaj frike, vetë frika ka shumë gjasa që të mos jetë jotja. Ajo mund të ketë lindur nga një ngjarje traumatike e cila ka ndodhur përpara se ti të lindje. Një ngjarje që qëndron pas vuajtjes së njërit prej prindërve të tu. Edhe nëse nuk e di saktësisht se çfarë ka ndodhur, ti mund ta ndjesh se ajo është aty. Trupi yt e di. Dhe kjo ndjesi është pika nga e cila fillon shërimi. Njohja e antarit të familjes që qëndron pas fjalës suaj thelbësore. 1. Nëse keni një ide të qartë për personin origjinal që mbart frikën e shprehur në fjalinë tuaj thelbësore, vizualizoni atë person tani. 2. Nëse nuk e dini saktësisht se kush është, mbyllni sytë dhe imagjinoni dikë në familjen tuaj që mund të ketë ndjerë emocione të ngjashme. Ky person mund të jetë xhaxhai, gjyshja ose edhe një gjysmë vëlla që ju nuk e keni takuar kurrë.
nuk keni nevojë ta dini saktësisht se kush është. Ky person edhe mund të mos jetë një antar i ngushtë i gjakut, por mund të ketë lënduar dikë ose të jetë lënduar nga dikush në familjen tuaj. 3. Vizualizoni këtë person ose këta njerëz të lidhur me ngjarjen traumatike, të cilët qëndrojnë pas fjalës suaj thelbësore. Nuk keni nevojë që të dini detajet e ngjarjes. 4. Përkulni kokën dhe merrni frymë thellë me gojën e hapur. 5. Tregojini këtij personi ose këtyre njerëzve se i respektoni atë ose ata dhe gjithçka që atyre u ndodhi. Thojini se nuk do t'i harroni dhe do të kujtohen me dashuri. 6. Vizualizoni ata duke qenë në paqe. 7. Ndjeni se ata ju bekojnë për të pasur një jetë të plotë. Ndjeni dëshirat e tyre të mira që ndikojnë fizikisht në trupin tuaj ndërsa merrni frymë. Ndërsa nxirrni frymën, imagjinoni emocionet e fjalisë suaj thelbësore, të cilat largohen nga trupi. Dhe tani, ndjeni frikën duke u shuar, sikur intensiteti i saj të ishte kthyer në 0. 8. Bëjeni këtë për disa minuta derisa trupi juaj të qetësohet plotësisht. Fjalia juaj kryesore, rruga drejt transformimit të frikës. Nga të gjitha mjetet gjysore që do të mësoni në këtë libër, fjalia që përshkruan frikën tuaj më të thellë, frikën më të madhe, atë më të keqen, fjalia juaj thelbësore, është rruga më e drejtë për drejt për të zbuluar traumën e pazgjedhur familjare. Fjalia thelbësore jo vetëm që ju udhëzon drejt burimit të frikës suaj, por gjithashtu ju lidh me ndjenjat e traumës së pazgjedhur familjare që mund të vazhdojnë të jetojnë në trupin tuaj. Me burimin tashmë të qartë në horizont, frika mund të fillojë të çlirohet. Më poshtë janë 10 atributet kryesore të një fjalie thelbësore. Fjalia thelbësore, 10 atribute kryesore. 1. Shpesh lidhet me një ngjarje traumatike në historinë tuaj familjare ose në fëmijërinë tuaj. 2. Shpesh fillon me një fjali, unë ose ata. 3. Ka shumë pak fjalë, por është dramatike. 4. Përmban gjuhën e ngarkuar emocionalisht të frikës tuaj më të madhe. 5. Kur flitet, shkakton një reagim fizik. 6. Mund të rimarrë gjuhën e humbur të një traume dhe të tregojë se ku e ka origjinën kjo gjuhë në historinë tuaj familjare. 7. Mund të rikuperojë kujtimet e traumës që nuk mund të integrohen. 8. Mund t'i ofrojë një kontekst për të kuptuar emocionet, ndjesitë dhe simptomat që keni përjetuar. 9. Synon shkakun, jo simptomat. 10. Kur flitet, ka fuqinë që t'ju çlirojë nga e kaluara. Në kapitullin tjetër, do të mësoni të ndërtoni pemën tuaj familjare për të gjetur traumën thelbësore të lidhur me fjalinë tuaj kryesore. Para se të shkojmë atje, le të rishikojmë edhe një herë hartën bazë të gjuhës tuaj. Tani, kemi mbledhur të gjithë gjuhën thelbësore e cila ju nevojitet për t'u çuar në hapin e 4 dhe të fundit, se si të zbuloni traumën thelbësore në familjen tuaj. Ushtrim me shkrim numër 9. Ndërtimi i hartës së gjuhës bazë. 1. Shkruani ankesën tuaj kryesore. Këtu është një shembull i një ankese bërë tham nga Maria,
vëllai i së cilës lindi i vdekur dhe nuk u emërua kurrë, ose nuk u përmend asnjëherë. Unë nuk përshtatem. Ndihem sikur nuk i përkas këtij vendi. Ndihem sikur jam e padukshme. Askush nuk më sheh. Më duket sikur po e vëzhgoj jetën, por nuk jam pjesëmarrëse në të. 2. Shkruani për shkruesit tuaj kryesor për nënën dhe babain tuaj. Këtu janë për shkruesit kryesor të Marijes. Mamaja ishte e sjellshme, e brisht, e kujdesshme, e dëshpëruar, e preokupuar dhe bosh. E fajsoj që nuk ishte aty për mua. Ndihem sikur duhet të kujdesesha për të. Babai ishte qesharak, i vetmuar, i largët, shumë larg edhe punëtor. Unë e fajsoj atë që nuk është pranë. 3. Shkruani fjalin tuaj thelbësore. Frika juaj më e madhe. Këtu është frika më e madhe e Marisë. Unë gjithmonë do të ndihem e vetmuar dhe e lën jashtë.